Jemi në një shtet ku duhet qytetarit mbrojt. Para ligjit gjithë jenë barabartë, edhe serbët edhe shqiptarët. Shpesh jem këtë shkuptu, po duhet të përmendi se komuniteti shqiptar, i cili është komunitet shumicë në Kosovë, në komunat verore jem komunitet pakicë. Logjika thjesht bjen, nëse komuniteti shumicë serbë është i frustrum, ka probleme, ka protesta, ka të lashe, mund të imagjinoni qysh jenë komunitetet tjera ato. Unë plus tash, u përmend këtu pos komunitetit shqiptar dhe komunitetit serb, cilët janë mazhur magji, ka kush i mbron, duhet t'i mbrojmë edhe komunitetet tjera. Posaçërisht për komunën 5 km ku vijon, janë Goran, Turqit, Ashkalit, edhe ata në këtë pjesë duhet të përmendem. Unë po frigona, tash po flas si qytetar, pa hy edhe duke i respektu, po mendoj panelistët edhe duke i respektu çështjet e tyre, po flas vetë logjika. Jemi në një shtet ku duhet qytetarit mbrojt. Para ligjit gjithë jenë barabartë, edhe serbët edhe shqiptarët. E drejta elementare, hala, ndoshta kjo është duhet me qenë pjesë edhe fushatës e qka. Pse bëhen këto? Nëse projekti i kësaj republike, e republika të garanton me ligjin me mbrojt qytetarin, nëse çdo ligj na po atakojmë ose na në Ballkan menon se të vjen një ligj i ri, ja kanë me hongër komunitetet jo shumicë, po, nëse këshyrim total, serbët frigohen prej shqiptarëve të ligjit të ri, sikur na që frigohen prej një ligji, na kuptoni që në kuvendet komunale udhëheqin komuniteti shumicë janë serbët. Afektojnë ligjet, këto ligje kanë derivate edhe në baza komunale. Unë e logjika këtu po tutna dhe logjikës ballkanase, mirë po, edhe kushtetuta e Republikës Kosovës, që është akti më i lartë, nuk u shkrua as nga serbët as nga shqiptarët. E ka shkruar Atisari. Çdo ligj që po përmendet, ka me qenë konvent, jam inxhinier e komunikacionit rrugor, di për këtë pjesën, për targa me bisedu, po mu po mduket absurditet, kur është veç fillimi. Duhet të spjegohet se cilët qytetar. Unë kam një moshë 60 vite, mirë po neve po na përkujtohet tash komunist apatridi, tash komunist refugjat në qytetin të vetë, kanë mundis shu tema. Sa ma shpejt këto mu zgjidh, edhe me thonë që janë përfitus qytetari. Ligji, edhe pa e kompliku situatën, na jem duke jetu një periud që po flas për përvojës në region. Është përmendur që në Beograd shumica e transportit e vozisin sekt, sikur me konë këta tonë të rrugovës. Na duhet mu pregadit, edhe shpresoj që këto ligje duhet më na pregadit që jemi të ju hapë, nuk jemi më shë një mbyllën. Nuk ka me konë ma veç problemi shqiptaro-sërbë. Na në Prishtinë post, po në kom një Bangladeshit. Unë me imaginu, i Nepalit. Edhe është çështja që na duhet pregaditemi edhe barem ta kem një siguri. E këtë siguri, shpresoj që institucioni duhet me dhonë.